apo Malisheva. Por na duhet t'i thojmë ti opinioni, sepse ne kem provuar me të gjitha mënyrat, duke drejtuar qeverisë Kosovës me letër nga Oda Ekonomike e Kosovës, e cila përfaqësojnë përmes unionit shoqatave përfaqësojnë interesat e operatorëve ekonomik të transport rrugor, ju kem drejtu qeverisë që të bojnë uljen apo hjekjen komplet të akcizës të cilën e përfitojnë nga tregtia me karburante, dhe të vëshën të cilën e paguajnë qytetaria prapë. Por kjo nuk ka ndodhur deri me dje, kur Ministra e Tregtisë dhe Industrisë doli në konferencë për shtyp dhe tha kem në shqyrtim, po nuk e besoj se do të ndodhë diçka. Atëherë, dje edhe sot kam fillu pas kësaj deklarate të ministres, kam fillu kompanit të ngrisin dal nga dal çmimet. Pra ka një dakordim të gjitha kompanive për shtrenjtuar çmimet? Jo, nuk ka dakordim, sepse ajo është ndaluar me ligj, me dakordue apo me nxjerr vendim shoqata, apo një shoqatë regionale, apo union në shoqata. Ajo është ndaluar me ligj, por kjo çdo kompani mund dhe duhet të vlerësoj për shpenzimet e veta, sepse ne e marrë shtet për muri, ose duhet t'i ngritëm çmimet, ose duhet t'i mbyllëm